I nderuar kryetari i komunës, zoti Ilir Ferati, të nderuar përfaqësues të institucioneve lokale dhe qendrore, i nderuar ish kryeministër Haradinaj, të nderuar përfaqësues të shoqatave të dala nga lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të nderuar veteranë e invalid të UÇK-s, familjar të dëshmorëve, shumë të dashur fëmijë, nipa e mbesa të dëshmorëve, të nderuar të pranishëm. Kombet, si kurse ky yni, rilindin çdo herë nëpërmjet dëshmorëve. Prandaj sot jemi mbledhur në fshatin Vrellë të Istogut, në këtë tokë që frymon me krenari e dhimbje, për të përkulur me nderim para dëshmorëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, për të përkulur të gjithë së bashku para bijve dhe bijave më të denjë të kombit ton, të cilët u flijuan për lirinë të cilën e gëzojmë sot. Këtë muaj të shenjtë për ne në qershorin e çlirimit, kur para 26 vitesh, Kosova me vrullin e UÇK-s përmbylli rrugën e lirisë me ndihmën e aleatëve tanë në krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po e përurojmë këtë memorial, i cili do të jetë përjetësisht dëshmi e gjakut të derdhur, dëshmi e trimërisë dhe e lavdisë e cila nuk do të zbehet asnjëherë. Vrellën, Istogun dhe Kosovën e nderon sot historia. Na nderojnë këta emra të pavdekshëm që u rreshtuan në radhët e UÇK-s për lirinë dhe për shtetin tonë. Dëshmorët tanë u ngritën mbi çdo frikë, mbi çdo pengesë, e mbi çdo cenim të dinjitetit njerëzor. Ata i treguan botës se Kosova ka bi e bija, që e duan këtë tokë më shumë se sa vetën. Ushtria çlirimtare e Kosovës ishte zemra e rezistencës sonë kombëtare. Ishte betimi i përgjakur i një populli që për dekada u mohua, u përbuz dhe u persekutua, por kur nuk u përkull para okupatorit. UÇK-ja ishte vulkani i një populli që deshi të jetoj i lirë në tokën e vet. Në këtë memorial do të qëndrojnë jo vetëm trupat e dëshmorëve, por edhe një pjesë e themelit të shtetit tonë, në fakt, themelet më të forta të shtetit tonë. Këtu prehen premtimet që herojnë lanë për gjysmë për një Kosovë të pavarur, sovrane dhe me drejtim të qartë euro-atlantik. Të nderuar të pranishëm, Istogu me rrethin nuk është vetëm vend i luftës, i sakrificës dhe i çlirimit, por edhe truall i urtësisë, i vizionit dhe i prizve që i dhanë drejtim fatit të kombit tonë. Kjo tokë e bekuar, përveç dëshmorëve të shumë që dhanë jetën për liri, lindi po ashtu edhe figurën emblematike të historisë sonë moderne, presidentin historik Dr. Ibrahim Rugova, arkitektin e shtetësisë sonë, i cili me urtësi dhe vizion ndërtoi së bashku me UÇK-n themelet e Republikës sonë. Lufta heroike e UÇK-s dhe presidenti Rugova ishin ata që i hapën rrugë për miqësi e themelet të forta shtetit tonë. Këta titan na mësuan se liria fitohet atëherë kur kombi bashkohet, atëherë kur përballë padrejtësisë qëndron shpirt i pathyeshëm, dinjitet i palëkundur dhe vullnet i pashuar për të jetuar i lirë. Nëse duam të nderojmë me të vërtet gjakun e dëshmorëve, atëherë duhet të jemi të denjë për sakrificën e tyre. Duhet ta mbrojmë lirinë çdo ditë e ta mbrojmë si vlerë, jo si privilegj. Të punojmë çdo ditë për shtet ligjor, për mirëqenie e dinjitet njerëzor dhe për mbrojtje të çdo pëllëmbe të shtetit tonë, i cili është arritur me gjak. Duhet kujtojmë gjithmonë se pa luftën e UÇK-s dhe pa mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të NATO-s dhe aleatëve të tjerë, Kosova nuk do të ishte ajo që është sot, një shtet i lirë, sovran që ecën me hapa të sigurt drejt familjes së kombeve të qytetruara. Në këtë ditë të paharrueshme nga Vrella e Istogut, duhet të jehoj një falënderim i përjetshëm. Lavdi dëshmorëve tanë të pavdekshëm, lavdi ushtrisë çlirimtare të Kosovës, rënoft Republika e Kosovës, i përjetshëm kujtimi për dëshmorët e kombit dhe për gjithë të rënëtarët.